E di cila është gjëja më e lirë sot në botën njerëzore? Është mendimi. Të gjithë njerëzit mendojnë, madje të japin mendim edhe kur nuk i kërkon. Dhe gjithë kjo vorbu sjell një rrëmuj, një kaos në mendjen tonë. Pra ne kemi shumë mendime, por ajo që na dallon nga të tjerët është veprimi. Ai që vepron, ai ecën përpara. Ai që vetëm mendon dhe nuk bën asnjë gjë, është në një vorbull. Pra imagjino, mendon dhe ka një rrëmuj në kokë. Ktu është starti, ktu është rrëmuj në kokë. Sepse vetëm mendon dhe nuk bën asnjë veprim. Nëse do që të kesh qartësi në veprimet, në mendimet e tua, atëherë këtu kemi startin, këtu kemi qartësinë dhe këtë e arrin vetëm mendimin e platformës Nursing Gate, sepse ne filtrojmë mendimet drejt atyre gjërave që duam të arrijmë dhe qëndrojmë larg kaosit. Sepse thash, mendimin ta jep kushdo edhe madje pa ja kërkuar, sepse është gjëja më e lirë që ekziston në botën njerëzore. Syno qartësinë, qëndro larg rrëmujës në kokën tënde.